O i ndërum, na kena punu, kena derë mënd, na i dojmë paga tona. Ku janë parët, pse nuk ju dhonë rrogat? Për mi 100 familje ku na morë, vetëm ka gjysë pagë. I bëj thirrje gjykatës, prokurorisë, policisë, let i qelin sytë, se këto diçka ka. Unë jam Fështën Beqire, jam lindë rrinë Dardhani. Jam punëtor i Pristina parkinget, punoj për vitit 2021. Përpara kur kom hinë punë, kom qenë me detyrë teknik. Mbas ardhës, kryesefi 3, Sokol Havollet, kom kalu për tekniket në inkasant. Dhe ta se kryj detyrën e inkasantit. Festema, mundesh me na tregu ankesa juaj e fundit, me tregut paraprakesh që nuk keni marrë rrogat e plotë të muajit korrik dhe gusht. A mund na tregosh rreth kësaj ankese? Ankesa jam ka qenë rreth pagave, Pristina parkingut, rreth pagës tem, po folë edhe shumë kolegëve tjerë, edhe pse ju kisha bërë thirrje edhe kolegëve tjerë, kredëve, mos të heshtën, le të folën. Se ne çto nuk i marr me folë vetë për vete, po i marr me folë për të tonë, se kjo intervista jam e besoj që a dën për të tonë i përsin. Nashta ne kam bërë gabim, po kështë besoj, po unë po folje për vetën tam. Nuk ka ndodhur kur me pas probleme me paga. Kur një s'ka ndodhur, deri tash. Dhe më del paga vetëm 300 euro. Shkruajmë grupet e punës ku i kem. A ka mundësi me ditë cilla është arsyeja që më ka dalë? Nuk thën kërkosh përgjigje hiç. Hiç kërkosh nuk thën përgjigje. Kjo është krimi jam që ne kum shkru. Nuk ka kthy kërkosh përgjigje. Njeri gjallë hiç. Domthon kjo i bjen ku ju komandon, shkruajnë, kurse komandon nuk shkruajnë. Ju kum shkru prap. Kum kërku asgjë më shumë veç një mirë kuptim njerëzor, sepse na jem njerëz, do kuptojmë. Sa do pak drejtoria Pristina parkinge ndërmore. U du me mojt një mbledhje, edhe më na thirr, më na informu. Nuk na ka informu kërkosh hiç. As me shkrem, as me gojë hiç. Ju kum shkru prap në herën e dytë. Kjo është hera e dytë ku ne kum shkru. Prap kjo ka shku në vesh të shërdhër, as kush nuk përgjigjet. Dhe mas s'disha jave, jo shumë, e kanë kërku me mojt një takim dikon një kafe. Te birllin toni dhe aja kafe as kish punu, e kanë lënë dikon tjetër me shku, unë s'kum shku në takim, e din ata arsyet se s'kum shku. Po, unë s'kum shku, tjerë kolegë ju shku. Kush ka mujt me shku ju shku, edhe kam folë, dhe më hanë, më na pritë në tona në kitona. Për çka më të pritë unë ndërum? Pse më të pritë? Problemet e kompanisë ndërmarrës mu nuk më të rësojnë. O ndërum, na kena punu, kena derë mënd, na i dojmë paga tona. Kum punu e ndërume me orarë. Para dite, mas dite, para dite. Pse mos me marrë në pagën tem? Pse mos me marrë? Tas në herën e fundit, kur del paga e plot, mas do ditë në shkruj. Thëma ka mundësi me ditë kur del pjesa tjetër që na keni me të bërç. Dhe që ka thot drejtori operativ i rampave. A mundesh me na përshkruaj pak a shumë përgjigjen e tinaj? Po. Se çfarë thot? Po, kryesefi, domon ky është drejtori operativ i rampave, Artan Mulla Rama, çka thot? Thot filloj mes një falënderim të sinqert për këtë angazhimin tuaj në kushte të ndryshme dhe me përgjegjësi. E kemi dëshmuar që kur jena bashkë të përkushtuar, arrijmë rezultatet më të mira. Dhe tash na pret një sfidë të hyrat prej laurave nuk janë në nivelin që duhet. Nuk janë në nivelin, domethënë, këta i pas kanë po që nuk janë të hyrat, pse s'kan reagu. Mos e kanë po që nuk janë të hyrat, nivelin e dur, pse s'kan reagu. Pse kanë hesht. Pse s'kan marrë mosha me ditë ku që ndërën problemi që në rotë hyrat. Në cilën pikë që ndërën problemi. Të cilin njëre që ndërën problemi. Nuk cekin as dit, as dasht, as javë, as mujt kur. E kemi mbështetjen e plotë të drejtorisë, se çdo herë tjetër në çdo punë juaj vlerësohet dhe sakrificat dhe angazhimi veç vazhdojmë me seriozitet, me komunikim dhe besim në njëri tjetrin. Kjo punë me rëndësi, jo veç për ne si lektor, por për kolegët, për familjet tona dhe për fëmijët tonë. Kemi mujt edhe më herët, mujnë edhe tash, ju falemnderoj prej zemrës për punën tuaj ardhane. E qartë. Problemin me paga, nuk ju ka dalë edhe kolegëve tjerë? Jo, as tjerëve që ka dalë. Krejtëve në ka dalë 400. Kjo është shumë e dhëmshme. Është e dhëmshme, na kem familje. Që shkru në menaxheri kur Shkëndili, thotë se është e cekur në mbledhën
me inkasonta nga kryesive, që pjesa e mbetur e pagesës për muajin e kaluar që do bëhet shumë shpejt, mirë po caktim të datës nuk ka. Domthonë nuk ka caktim datës, as kur as tek. Ka mundër të bëj pasi që kemi postë një krizë, mirë po pjesa e mbetur nuk do të humbet për do qitet patjetër dhe ndoshta pjesë apo dhe komplet, mirë po s'kemi të caktuar datë. Mu nuk më interesën, a ka krizë, as ka krizë. Ne e dim, këtë botë e din, rasti i pandemisë kur ka konë. Këtë botë a konë kalaps, këtë botë a konë krizë, por rrogat punëtorët i kanë marrë. Po. Përpos problemet me rroga, si janë kushtet të tjera? Po janë kushtet në jemë vetëm si ndërmarrje, për shembull, as shujta nuk jem. Vetëm të madhe jemë si ndërmarrje, është e ranë. Se ta stipenditë nuk mund në shkërkon me hangër buk me 2 euro gjysë. Çka dush na mujna me thonë? Është shumë e lëmshme. Vetëm të na jemë si ndërmarrje. Që s'kem shujta. Përpos shujta, si janë kushtet tjera, a respektohet pauza, orari punës? Jo, unë kom hek një kohë shumë për pauzë, s'ku mujtë kur me shkullzu. Kur njërë s'ku mujtë me shkullzu, dhe tas kur më ka orë puna me shkullzu, ku po të rast urgjent, për vajzë nuk mu ka leju pauza. Që ku është kja? Që i kom shkru për me dalë në pauzë, edhe më ka thonë, ja kom kërku. Ka thonë, s'po më të rësëm, më nështë me marë përshem. Dëmonë nuk kom lejen. I kom thonë, që ma dikën, veç një orë po du me shkullzu pauzë, nuk kom ka thonë një, që ku është kja? Në ato pikat, ku ka punë dhe ku ka tyra, ato i qesin njerëz të vetë, edhe i mojnë njerëz të vetë. Për që ata në pikat ku ka punë, nuk kur shumë kanë qitë, më largojnë. Ndodhë në herë, që tash kanë ndodhë, më ka qitë një pikë që thirë dardhani isa buletine, dhe mas një kohë më kanë largu. Nuk më qesin mu në pikat ku ka punë. E dina ta pse, para shumë disa mujve, vitin e kalumë, të Baramizit, parkingi Dritën Hoxha, ku më qenë katë, të punu, pe përmendje me emër, me mbi emër, le të vinë këtë dhe le të pëthojnë para juve. Edhe në gjikatën prokurori që se kanë gudzim, që se në porre për shpiki. Ka qenë me mu ndrëm Arzekodhe dhe Valdet Beqiri. Ndrëm para dite, ku orë menaxherëm ka hek pikace. Pse më ka hek pikace, vetëm që s'kom pranu, une me marë pazaren pa e një parët mirë. Dhe s'kom pranu, une mi allon tjetër kolegë, mi allon pa e një parët mirë. Orëm ka hek. Mu më qesën në për pikat ku nuk ka punë, dhe më qesën pikat shumë ma largë që mës me po të qashën, mës me po që ka pëndodhë. Po e në dyshime për kesh përdorim? Po normal, kështë më ka hekë mu pjatuhet. Unë nuk po kërkaj kërgjë, unë po kërkaj vetëm drejtësi dhe drejtën tem, dhe po kërkaj mundin tem. Prej qëti televizione, pe që i saj zyre, i bëj thire gjikatës, prokurorisë, policisë, që se ka gjikatë, ka polici, ka prokurori, let i qelin sytë, se këto diçka ka. Ku janë parët, pse nuk janë dhënë rrogat? Apo dyshoni që për shkak të, siç po pretendoni ju, vjedhjes që bëhet brenda... Po diçka ka atë. Diçka ka atë se kur njët nuk kanë ndodhur na me po probleme me rroga. Diçka ka atë. Çka ka, shteti let i qelë syt, edhe let merr masha, let interesohet. Jem përmi 100 familje. Përmi 100 familje, dhe përmi 100 punëtorë që ku na marrë, vetëm ka gjysë pagë. Nuk është, kjo është e dhëmshme. Dhe është një krem.